fati po, por edhe mundja dhe angazhimi i imi, edhe i familjes, edhe gjithë të punësorëve aty ka bërë që na me arrit, në fakt me arrit. Neve ndoshta është letë mu duke i madh me një vend vogël. Dhe ne me një vend si që është Kosova, ndoshta ose dukmi që kemi bën një kompani të madhe, por kur dal jashtë Kosovës e shes se sa i vogël je dhe sa shumë mundesh me arrit. Dhe unë po besoj që jemi në rrugë që nga një kompani nacionale të themi një kompani ndërkombëtare me një prezencë më të fuqishme në tregun ndërkombëtar. Po që jemi në përfundim të asaj që nuk mjafton vetëm me dasht, edhe nuk mjafton vetëm me pas fat, po që është një punë e vazhdueshme që duhet me kontribu vazhdimisht. Sot, çka të emocionon më shumë, një sukses i ri në kompaninë tuaj, apo kur të falenderon dikush që e ke ndihmu në kohët e tyre të vështira, sepse pra siç e thika më herët ju njihen shumë edhe për pjesën e humanizmit. Jo, është shumë e vërtetë që suksesi, por suksesi nuk motet me para. Dhe suksesi motet me atë se sa njerëz ke arrit me i bën të lumtur. Dhe kjo mu më bën ndoshta më të lumtur, dhe sidomos falënderimet ku i marr nga njerëzit, madje shumë falënderime marr nga njerëzit për shembull që nuk i kanë mbështet, po vetëm e dinë që kompania jonë dhe fondacioni jonë i mbështet, dhe kur merr ti një mbështetje qoftë edhe jashtë Kosovës, po flas gjithmonë nga shqiptarët, është ajo pjesa që motivon ti me vazhdu edhe më fuqishëm dhe shes se nuk je në rrugën e gabuar, domethënë je në rrugë të mirë dhe kjo na bën zakonisht lumtur.